Në sytë e të gjithëve, ajo ishte gruaja e përsosur, e qetë, e sjellshme, një nën shembullore dhe bashkëshorte e përkushtuar. Asnjëherë nuk ngriti zërin, asnjëherë nuk tregoi shenja rebelimi apo trishtimi, por nën atë buzëqeshje të qetë fshihej një kaluar që rëndonte si një mallkim. Një sekret që nëse do të dilte në dritë, do ta shkatëronte jetën e saj, martesën dhe reputacionin që kishte ndërtuar me aq mund. Askush nuk e dinte. As motra e saj, as burri që e adhuronte, madje as dy vajza që ajo rriti me dashuri. Pa e ditur se diku në këtë botë ekzistonin edhe dy të tjera, të lindura në fshehtësi, shumë vite më parë, në një kohë kur ajo ishte ende një vajzë e friksuar që kërkonte dashuri në vendin e gabuar. Dhe tani, pas kaq shumë vite sheshtjeje, e kaluara po trokiste sërish në derë vajza që iku nga shtëpia ajo quhej Arlinda. Kur ishte 16 vjeçe, jetonte në një fshat të vogël, ku çdo fjalë njerëzve pesonte më shumë se e vërteta. Babai i saj ishte i rrept, ndërsa nëna e heshtur, një grua që i bindej burrit në gjithçka. Arlinda ishte ndryshe. Ëndëronte të shkonte në shkollë, të jetonte në qytet, të kishte një jetë ndryshe nga ajo që i kishin caktuar. Një ditë, gjatë një feste lokale, ajo njohu një djalë nga qyteti, Ermalin. Ai ishte i bukur, i kulturuar dhe e trajtonte me butësi. Ndryshe nga djemtë e fshatit që vetëm shikonin e përqeshnin. Arlinda ra në dashuri me të menjëherë. Ishte e para herë që dikush e dëgjoi, e lavdëroi dhe e bëri të ndihej e vlefshme. Takimet e tyre ishin të fshehta në përfusha dhe pas maleve larg syve të njerëzve. Por dashuria adoleshente është naive. Ajo besoi çdo premtim që ai i dha. Kur mbeti 7 zën, mendoi se ai do ta merrte dhe do të niste një jetë të re me të. Por Ermali u zhduk, pa lënë gjurmë, turpi dhe frika e shkatëruan. Babai e rahu, e përzuri nga shtëpia dhe e mallkoi që atë ditë. Nëna e saj me slotësh i dha pak para dhe një shall për të mbuluar, duke i përshpëritur vetëm. Shko bi, shpëtoje veten mos kthe kokën mbrapa. Arlinda iku në Tiranë, pa dieni se çfarë priste. Lindi 2 vajza binjake, të cilat s'mund t'i mbante. Një murgesh në një kishë ndihmoi ta kalonte lindjen dhe i gjeti familje kujdestare për to. Ishte gjëja më e dhimbshme që kishte bërë në jetë. Por në atë kohë ishte edhe vetmja mënyrë për t'i shpëtuar vitet kaluan. Arlinda u përpoq t'i harronte, të ndërtonte një jetë të re, një identitet të ri. U martua me një burr të ndershëm, Arturin, që e deshi pa e ditur asgjë për të kaluarën e saj. Bashk patën 2 vajza të tjera, dhe Arlinda betohej çdo natë në heshtje se këtë herë nuk do ta lejonte askënd t'ia merrte. Por fati kishte plane të tjera. Një ditë, ndërsa po pinte kafe në obor, një letër e paemër mbërriti në derën e saj. Brenda, vetëm një fjalë e shkruar me dorë dridhur. Mami, ne e dim kush je. Sekreti që u kthye nga hija letra e bardhë, e palosur në mënyrë të rregullt, rinte mbi tavolinën e kuzhinës si një plagë e hapur. Arlinda nuk po mund ta hiqte mendjen prej saj. Duart i dridheshin ende, sikur letra të kishte qenë helm. Mami, ne e dim kush je. Vetëm një fjali, pa emër, pa adres, pa shpjegim, por për Arlindën mjaftoi. Zemra i rahu fort, aq sa ndjeu sikur do t'i dilte nga gjoksi. Në atë qast në dhomën e ndenjes, dëgjoi zërin e vajzës së vogël, Dorës, që qeshte teksa luante me të motrën. Ajo ndjeu dhimbjen e vjetër që e godiste përsëri. Një ndjenjë faji që e kishte mbytur për vite të tëra. Tani, ajo ndje si po zgjohej me një forcë që se përballonte dot. Mori frymthell, uli kokën dhe e palosi letrën me kujdes. E futi në një sirtar të fshehtë të kredencës, aty ku askush s'kishte pse të kërkonte. Por edhe pse letra u zhduk nga syt, ajo vazhdoi të përvionte në mendje si një kërcitje e brendshme që se linte të qetë. Një natë pa gjumajo nuk fjeti fare atë natë. Rrotullohej në shtrat, ndërsa Arturi, burri i saj, flinte qetë pranë. E dëgjonte frymëmarrjen e tij të rregull dhe ndjente faj. Ai nuk e dinte asgjë. Ai që kishte ndërtuar çdo gjë për ta bërë të lumtur, shtëpinë, sigurinë, jetën e qetë. Ai që gjithmonë i kishte thënë: "S'dua gjë tjetër, veç të jemi të ndershëm mes nesh." Mos më fshih asgjë, Arlinda, sa ironike. Ajo kishte ndërtuar gjithë martesën e saj mbi një gënjeshtër. Në orën 3 të mëngjesit, ajo u ngrit, doli në kuzhinë, ndezi dritën dhe mori përsëri letrën. E lexoi, derisa syti njomën nga lotët. E ndjeu se dikush po e ndiqte. Dikush e dinte, dhe ndoshta dikush po luante me të. Por kush mund të ishte? Ishte pamundur që dikush nga fshati ta dinte. Kishin kaluar më shumë se 20 vjet. Murgesha që i kishte ndihmuar, motra Klara, kishte vdekur. Familja që kishte marrë vajzat sipas fjalëve të saj ishte zhvendosur jashtë vendit. Atëherë kush në mëngjes u mundua të sillej normalisht.
Gatuante, qeshte, por syt i tradhtonin. Vajzat ja ndjem me njëherë ndryshimin. Mami, a je mirë? E pyeti Dora duke i prekur dorën, ajo buzëqeshi me forcë. Po, zemër, jam pak e lodhur. Ka qenë ditë gjatë. Por brenda saj diçka filloi të qajë ngadalë, si një dikë që se përmban më ujë. Letra e dytë një javë më vonë, ndërsa kthehej nga puna gjeti një tjetër zarf në derë. Zemra i ra në fund të barkut. Duart i dridheshin teksa e hapi. Brenda ishte një fotografi. Ajo, shumë vite më parë, me barkun e rumbullakosur, ulur në një shtrat spitali të vjetër. Ishte e pamundur ta mohonte. Ishte ajo, poshtë fotografisë me të njëjtin shkrim, shkruhej, të kujtohet, koha për të treguar të vërtetën. Ajo ndjeu sikur toka iku nën këmbë. Fotografia ishte provë. Dikush kishte qenë aty atëherë, ose kishte hyrë në arkiva ku s'duhej të kishte hyrë askush. Atë mbrëmje Arturi e gjeti të tronditur. "Ç'ke, Arlind?" E pyeti i shqetësuar. "Asgjë," tha ajo me zë të ulët. "Vetëm lodhje, lodhje." Ai ngriti kokën me butësi. "Po të shikoj që prej ditësh je ndryshe. S'qesh, s'flet. Mos ka ndodhur diçka?" Arlinda uli syt. Kishte dëshirë t'i tregonte gjithçka, por frika e paralizonte. Çfarë do të ndodhte nëse ai merrte vesh? A do ta shihte më me të njëjtët sy? A do të vazhdonte ta quante grua, apo do ta përçmonte si dikur babai i saj? Në vend të së vërtetës, tha gënjeshtër më të butë që i erdhi në mendje. "Thjesht kam kujtime të vjetra, më mori malli për nënën." Arturi i buzëqeshi dhe e përqafoi. "E di malli s'të ndahet kurrë." Dhe ajo në kraharorin e tij, qau në heshtje, duke menduar sa e brishtë është jeta kur ndërtohet mbi sekrete. Takimi me të panjohurën një mëngjes, ndërsa po çonte vajzat në shkollë. Një grua e re e ndaloi përpara makinës, ishte e bukur, me flokë të zinj dhe sy të thellë. Por në fytyrën e saj kishte diçka që e bëri Arlindën të mpiksej në vend. Ishte sikur po shihte veten e saj kur ishte e re. "Zonja Arlinda." Tha vajza, ajo u step. "Po, unë jam, duhet të flasim." Në atë çast zemra i ndaloi për pak. Zëri i vajzës kishte një ngrohtësi të çuditshme, një njohje që Arlinda se kuptonte. "Kush je ti?" "Më quajnë Sara." Ajo emër i përplasi si rufe. Ishte një nga emrat që kishte dhënë për binjaket, përpara se t'i linte në kujdes të murgeshave. "Mendoj se e di kush jam për ty," vazhdoi vajza. "Dhe e di pse po përpiqesh ta fshehësh." Arlinda u mbajt pas makinës, sikur po i merrej fryma. Jo, nuk është e mundur." Sara buzëqeshi hidhur. "Është më shumë se e mundur. Unë jam vajza jote, mami, dhe kam ardhur të të njoh." Ajo u mpak. Asgjë se kishte përgatitur për atë moment. Lotët i dolën vetë, Zoti i madh, pëshpëriti. "Sa vite si ku ishe?" Sara mori frymthell. "Jam rritur në Itali. Prindërit e mi adoptues më thanë gjithçka para se të vdisnin. Lash çdo gjë dhe erdha të kërkoja. Por se dia si të afrohesha derisa pash jetën tënde perfekte në rrjetet sociale. Ti dhe burri yt, vajzat tuaja." Dhe më erdhi një pyetje që s'më lë të qetë. "Pse ne ishim pjesë e asaj jete?" Arlinda ndjeu një therrje në zemër. "Sara, unë nuk kisha zgjidhje. Ishte tjetër kohë. Po të kisha mundur, do të." Por vajza e ndërpreu. Mos e thuaj, se dua më asnjë justifikim. Thjesht doja të shihja." Arlinda u përpoq t'i afrohej, por Sara u tërhoq një hap pas. "Mos më afro," tha me zë të dridhur. "Nuk jam më vajza që lash. Jam dikush që e ka ndërtuar jetën mbi mungesën tënde." U kthye dhe iku, duke lënë Arlindën të përkulet në trotuar, me lot që i rridhnin në heshtje. Kërcenimi pas atij takimi gjithçka ndryshoi. Arlinda filloi të humbte përqendrimin në punë, të harrohej në mes të fjalive, të ngatërohej. Arturi u bë dyshues. Një natë gjeti në telefonin e saj një mesazh anonim. "Burri yt s'do të jetë aq krenar kur të mësoj kush je vërtet." Ai nuk i tha gjë asaj, por e vuri re që duart i dridheshin sa herë që binte telefoni. Një natë kur ajo po bënte dush, ai e mori celularin dhe pa mesazhet. U ngrir. Në mes të 10 numrave të panjohur. Kishte edhe një bisedë të fshehtë me dikë të quajtur Se. Mesazhet ishin të ngrohta në fillim, pastaj të tensionuara. Ai lexoi vetëm njërin: "Të takova vetëm për të parë, jo për të më gënjur përsëri." Kur Arlinda doli nga dushi, e gjeti Arturin ulur në karrige me telefonin në dorë. "Kush është ajo, Arlind?" pyeti me zë të ulët, por të ftohtë. Ajo u mpak. Ajo është bia ime." Fjalët dolën vetë para se të mendonte. Dhe pastaj heshtja gjatë atij burri që e kishte dashur aq shumë. E vrau më shumë se çdo britm. "Çfarë po thua?" Tha më në fund. "Bia jote."
Ne kemi 2 vajza bashk, jo, përshpëriti ajo. Kam pasur 2 të tjera para se të njihja. Ai u ngrit në këmbë, syti ishin errësuar, dhe më the asgjë, ka 20 vjet që jetoj me një grua që se njoh. Arthur, të lutem, doja të tregoja, por çfarë? Kishe frikë të humbisje gjithçka, ajo qau. Po, kisha frikë, sepse e dish do të thotë të humbasësh gjithçka. Ai doli nga shtëpia pa thënë asnjë fjalë. Rënja ditë që pasuan ishin të zymta. Vajzat e tyre e ndjen tensionin. Arlinda u përpoq të ruante normalitetin, por gjithçka po shkatërohej. Arturi nuk kthehej natën, flinte te zyra. Fjalët e Sarës i vlonin në kokë, ndërsa fytyra e burrit të saj e përndiqte. Një pasdite Sara u kthye. Kishte ardhur për t'u sqaruar. Nuk doja të shkatëroja jetën tënde, tha ajo me zë të butë, por dikush po e bën në vendin tim. Kush? Motra ime binjake. Arlinda mbeti pa frymë. Çfarë thua? Ajo se ka pranuar kur faktin që u braktisëm. Ka vite që të kërkon. Kur e gjeti adresën tënde, më tha se do të hakmerej. Unë se besoja, por tani e kuptoj që ajo po të dërgon letrat. Arlinda uli kokën. Një pjesë e saj ndjeu tmerr, një pjesë tjetër mall. Dua t'i flas, tha me zë të thyer. Dua t'i kërkoj falje. Jo, mami, tha Sara për herë të parë duke e quajtur mami. Ajo s'do më. Tani do vetëm ta marr gjithçka. Në atë moment dera u hap me forcë. Ishte Arturi. Kishte dëgjuar gjithçka, 2 vajza, 2 motra. Tha ai me syt plot lot dhe zemërim. Çfarë më ke bërë, Arlind? Sara u largua duke e parë me keqardhje. Arlinda u përpoq të fliste, por Arturi nuk e la. Do të iki, tha ai. Se di nëse mund të fal dot, por se përballoj më këtë, dhe iku. Ajo ra në gjunjë, duke ndier se jeta që kishte ndërtuar me aq mund po shembej para syve të saj. Takimi final një ditë në stacionin e trenit, Arlinda priti dikë që e kishte ftuar me një letër. Ishte binjakja tjetër, Elona. Ishte ashpër, me sytë e mbushur me urrejtje. Më braktise, i tha me zë të ftohtë. Më le në jetimore, më zhduke nga jeta jote. Arlinda ju afrua me lot. E di që s'ka justifikim. Mos më quaj bi. Briti ajo. Tani dua që ti ta ndjesh të njëjtën dhimbje. Do t'i tregoj të gjithve kush je, Arlinda uli kokën. Nëse kjo të lehtëson, bëje. Por dije një gjë, unë s'të harrova kur, Elona pak për një qas. Syti u mbushën me lot, por krenaria e ndaloi. Tani është vonë, tha ftohtë dhe iku. Ajo nuk e pa më kur, muajt kaluan. Arturi nuk u kthye, por nuk u nda zyrtarisht. Vajzat e vogla e falën nënën e tyre. Pas shumë lotësh dhe shpjegimesh. Ndërsa Sara, vajza e gjetur, filloi ta vizitonte shpesh, ngadalë, duke rindërtuar një lidhje që se kishin njohur kur. Një pasdite, Arlinda mori një zarf tjetër. Brenda vetëm një letër e shkurtër me shkrimin e njohur. Tani të kuptoj. Nuk do të shqetësoj më. Elona. Lotët i ranë pa ndalim. Ajo kuptoi se ndoshta ndonse e kaluaras mund të ndryshohej, ndjesa kishte fuqinë të shëronte. Ajo doli në obor. Pa qiellin e pastër dhe për herë të parë pas shumë vitesh ndjeu paqe. Sekreti ishte marrë miku i saj. Ishte thjesht pjesë e jetës që e kishte bërë nën, grua dhe njeri që dinte të falte. Koha kishte kaluar. Por Arlinda ende zgjohej her pas here në mes të natës me ndjenjën e asaj nate kur gjithçka u shemb. Kishte ëndra ku shihte vajzat e vogla që e thërrisnin. Ndërsa Arturi kthehej për t'i thënë vetëm një fjalë. Pse? Ajo zgjohej me djers, fshinte syt dhe shikonte dritaren. Qielli i mëngjesit i duke gjithmonë i trishtuar, si një pasqyrë shpirtit të saj. Tani jetonte vetëm me vajzat. Arturi kishte shkuar te i vëllai përkohësisht. Por në fakt ishin muaj që nuk ishte kthyer më. Nuk flisnin. Ai nuk përgjigjej në mesazhet e saj, nuk hapte telefonin, nuk vinte as për ditëlindjet e vajzave. Ishte sikur ajo të kishte vdekur për të. Në fshatin e vogël ku ajo kishte lindur, askush nuk e dinte historinë e vërtetë. Por brenda saj çdo ditë ishte një betejë midis fajit dhe shpresës. Vetëm një njeri nuk e kishte braktisur, Sara, vajza që kishte ardhur nga kaluara. Ajo vinte shpesh në shtëpi, sillte ëmbëlsira për motrat e vogla, qeshte. Por çdo buzëqeshje mbante brenda hije dhimbjeje. Një mbrëmje, ndërsa po pinin çaj në verandë, Sara e pyeti me kujdes. A e do ende babin tim adoptues? Arlinda buzëqeshi me hidhërim. Nuk kam dashur askënd më shumë se Arturin, por ndonjëherë dashuria s'mjafton për të shlyer mëkatet. Po, por edhe heshtja është mëkat, ja ktheu vajza. Duhet i flasësh, mami, Arlinda uli syt. Ai s'do të më dëgjoj, Sara mori dorën e saj. Do të dëgjoj.
Sepse në fund zemra e një njeriu që ka dashur vërtet nuk mbyllet kur plotësisht. Fjalët e vajzës i mbetën në mendje. Gjatë gjithë asaj nate, ajo mendohej. A kishte guximin të përballej me të vërtetën, pa më fshehje, pa letra, pa lot. Letra e fundit nesërmen, Arlinda ul në tavolinë me një fletë të bardhë. Mori lapsin dhe filloi të shkruante me dorën që i dridhej. Arthur, nëse këtë letër e lexon, do të thotë se ke gjetur pak forcë për të më kujtuar. Unë s'kam asnjë justifikim, por kam një të vërtetë që dua ta le të shkruar. Kam gabuar kur heshta. Kam gabuar kur pata frikë nga e kaluara. Por ajo frikë më shpëtoi dikur jetën dhe më ndihmoi të bëhem nën për herë të dytë. Vajza që lash nuk ishin turp, ishin gjaku im. Por në atë kohë isha vetëm një fëmijë që donte të shpëtonte. Tani s'dua as mëshirë, as dënim. Dua vetëm që ti ta dish se ajo grua që njohe, edhe pse me të kaluar të errët, të deshi me gjithë shpirt. Nëse një ditë më fal, do jem këtu, jo për të filluar nga e para, por për ta mbyllur si njerëz që kanë ditur të duan. Ajo e palosi letrën, e futi në një zarf dhe ja la Sarës që ta dërgonte vetë. Se kishte guximin ta takonte ball për ball. Zemra i rrite fort vetëm nga mendimi. Rikthimi pa pritur kaluan 3 ditë pa asnjë përgjigje. Arlinda filloi të besonte se gjithçka kishte mbaruar. Por në mbrëmjen e 4, ndërsa vajzat po shikonin një film, dikush trokiti në derë. Kur e hapi, zemra i ndaloi për pak sekonda. Ishte Arturi, nuk fliste. Syti ishin zbutur, por brenda tyre lexohej ende plag. E mora letrën, thamë në fund. Dhe e lexova 10 herë. Nuk prisja të më falje, përshpëriti ajo. Nuk jam gati të fal, tha ai. Por jam gati të dëgjoj. Ajo uli kokën, ndërsa lotët i rridhnin në heshtje. E ftoi brenda. Vajzat u ngritën të habitura, ndërsa Sara që ndodhej aty u tërhoq në heshtje. Ishte momenti i tyre. Ata u ulën përballë në kuzhinë, aty ku dikur pinin kafen e mëngjesit bashk. Më thuaj gjithçka, i tha ai. Pa gënjeshtra dhe ajo foli. Foli si s'kishte folur kur. Nga vajza 16 vjeçare që ishte përzën nga shtëpia, te dhimbja e lindjes, braktisja e vajzave, jetët që ndryshuan. Kur mbaroi, ai se kishte hequr shikimin nga ajo. Tani e kuptoi pse kishe frikë. Zëri i tij u thye. Po pse s'më besoje që do të kuptoja? Ajo mori frym thellë. Sepse nuk besoja as vetes, ai u ngrit, i afroi dorën, por se preku. Ishte një gjest i vogël, por që për Arlindën vlente më shumë se çdo fjalë. Duhet kohë, tha ai, por ndoshta një ditë do të mund të jemi sërish familje. Një dritë e redite që pasuan nuk ishin më aq të rënda. Arturi filloi të vinte her pas here, të rinte me vajzat, madje edhe të fliste me Sarën. Kishte ende tension, por edhe një fill shprese. Një mbrëmje ndërsa po rinin të gjithë në verandë, Sara tregoi një foto të motrës binjake, Elonës. Jeton në Zvicër tani, tha me zë të ulët. Më shkroi pak ditë më parë. Do që t'ju shoh, Arlinda u shtang. Ajo më urrente, jo më buzëqeshi Sara. Tani të kupton. Ka parë si jeton, si rrit vajzat dhe më tha. Në fund, ajo bëri atë që unë s'munda dot, mbietoi. Lotët i mbushën syt. Zoti i madh, pas gjithë këtyre viteve, Arturi i vendosi dorën mbi shpatull. Të gjithë kemi bërë gabime, por ndonjëherë dashuria i tejkalon. Në atë moment, ajo kuptoi se ndoshta falja s'ishte një fjalë, por një rrugtim, dhe ajo tashmë kishte nisur ta ecte. Takimi i trefishte një muaj më vonë, Arlinda, Sara dhe Elona u takuan në një park pranë liçenit. 2 vajzat e rritura qëndronin përballë nënës së tyre biologjike, dhe për një moment askush s'foli. Ishin 3 jetë të ndara nga fati, 3 zemra që mbanin plagë të ngjashme. E para që foli ishte Elona. Se dia që do ndihesha kështu, tha ajo. Kam ardhur të urrej, por tani s'kam fuqi për këtë. Arlinda ju afrua, ja mori duar dhe i mbajti fort. Faleminderit që erdhe, i tha. Kaq doja, Sara i përqafoi të dyja. Ishte një pamje që duke e pamundur vite më parë. Një nën dhe 2 bija që ndonë se ndar nga fati, por i bashkoheshin nga dashuria, nga larg, Arturi shikonte. Se dinin që ishte aty. Ishte ardhur për të parë, pa ndërhyrë. Dhe kur pa Arlindën të qeshte mes vajzave, kuptoi se ndoshta ajo meritonte një shans të dytë. Rikthimi në shtëpi mbrëmje, kur ajo u kthye e gjeti Arturin në verandë. Pse je këtu? E pyeti ajo, ai buzëqeshi lehtë. Sepse dua të kthehem, ajo e pa me mosbesim, je i sigurt po. Nuk mund të jetoj me urrejtje. Ne kemi ndërtuar shumë gjëra bashk për t'i shkatëruar kaq lehtë. Lotët i dolën vet. Ai e përqafoi për herë të parë pas kaq muajsh. Ishte një përqafim që s'kishte pasion, por kishte ngrohtësi, falje dhe një ndjenjë të thellë njerëzore. Vajza dolën në verandë dhe i pan, pa kuptuar plotësisht, por me buzëqeshje në fytyra.
Shtëpia, për herë të parë pas shumë kohe, kishte dritë. Një fill i ri muaj që pasuan, Arlinda e ndjeu se po rilinte. E kaluara nuk u zhduk, por u bë mësim. Ajo nisi të shkruante një libër mbi historinë e grave që ishin detyruar të braktisnin fëmijët në rrethana të ngjashme. E donte të ndihmonte gratë të tjera që të mos ndiheshin të vetme si dikur ajo. Në parathënien e librit, shkroi: "Nuk ekziston mëkati që nuk mund të shlyhet me dashuri, as e vërtet që duhet të mbetet përjetësisht në errësirë. Ndonjëherë, për të shpëtuar të tjerët, humbasim veten, por nëse kemi guximin të përballemi me dritën, ajo vetë bëhet falje." Libri u botua vite më vonë dhe bëri jehon në shumë gra që e pan veten në rrëfimin e saj. Pas 3 vitesh, në një mbrëmje pranvere, Arlinda festoi ditëlindjen e 45 të. Në tavolinë ishin të gjithë: Arturi, vajzat e vogla, Sara dhe Elona. Ishte hera e parë që ishin të gjithë bashkë. Në një moment, Sara ngriti një gotë, për nënën tonë, tha: "Gruan më të fortë që kemi njohur ndonjëherë." Arlinda qeshi me lot në sy: "Jo, për ne të gjitha, sepse çdo grua ka një sekret që e bën të mbjetojë." Në atë moment e kuptoi se historia e saj nuk ishte më plag, por dëshmi që dashuria dhe falja, edhe pse vijnë vonë, janë ende dhurata hyjnore. Qielli u errësua ngadalë, por brenda shtëpisë dritat mbetën ndezur gjatë. Dhe për herë të parë pas shumë vitesh, Arlinda ndjeu se mund të jetonte pa frikë. Sekreti që dikur I mori gjithçka, tani kishte kthyer gjithçka që kishte humbur. Rrëzimi I heshtje shtëpia e Arlindës kishte ndryshuar. Nuk kishte më aromë mëngjesi, nuk kishte më zëra fëmijësh, as muzikë në kuzhinë. Vetëm heshtje. Një heshtje e trashë që rëndonte mbi muret sikur të kishte peshë. Arlinda ecte në përdhoma si hije, duke shmangur sytë e burrit të saj. Arturi kishte fjetur në divan për javë të tëra. Vajzat nuk I flisnin më. Dhe ajo, gruaja që dikur kishte qenë shtylla e shtëpisë, tani dukej si një huaj në jetën e vet, por ajo e dinte. Nuk mund ta linte kështu. Sekreti duhej të dilte plotësisht. E kaluara duhej përballuar, jo më fshehur. Dhe ndoshta, vetëm ndoshta, rruga drejt shërimit do të niste pikërisht aty ku gjithçka kishte nisur. Në fshatin e saj të vjetër, një mëngjes Arlinda mori trenin drejt veriut. Ishte hera e parë që kthehej pas më shumë se 20 vitesh. Stacioni ishte I njëjtë, por njerëzit, shtëpit, madje edhe rruga kryesore kishin ndryshuar. E vetmja që s'kishte ndryshuar ishte shtëpia e vjetër e familjes, muret e krisura, portoni I druri që ende kërciste, dhe kopshti që dikur mbillej me trëndafila. Në obor një grua e moshuar po u iste lule. Ishte nëna e saj. Kur e pa, u ste për një qast, pastaj rakova nga duart. Arlinda, belbëzoi ajo, duke u mbështetur në gardh. Arlinda u afrua ngadalë, si një fëmijë që trembet nga ndëshkimi. "Më fal, nën. Më fal që I ka pakthyer kokën." Gruaja e përqafoi fort, me lot që I rridhnin pa zë. "Se kam dalur asnjëherë lutjen për ty, bi," I tha. "Por e dija që një ditë do vije vetë." Ato ulën nën hijen e vjetër të dardhës, aty ku Arlinda kishte luajtur fëmijë. Dhe ajo tregoi gjithçka, për dashurinë e humbur, për binjaket, për dhimbjen që se kishte ndarë me askënd. Nëna e dëgjoi në heshtje, me duart që I dridheshin. Kur ajo mbaroi, u ndal për një çast dhe tha vetëm: "Ndoshta Zoti të ndëshkoj, Arlind. Ndoshta të dha një tjetër mundësi për të zgjedhur dashurinë mbi frikën." Kur u kthye në qytet, Arlinda kishte një vendim. Nuk do të fshihej më. Do të përballej me vajzat e saj, do të ulej me to dhe do t'u tregonte gjithçka, pa justifikime. Në darkën e asaj nate, për herë të parë pas javësh, I mblodhi të gjithë në tavolinë. "Kam diçka për të thënë," tha ajo me zë të qetë, por duart I dridheshin mbi gotën e ujit. Vajzat u pa me njëra tjetrën, ndërsa Arturi uli syt. "E di që ju kam lëndua. E di që nuk keni kuptuar asgjë nga ajo që ka ndodhur. Por dua të më dëgjoni, jo si nën, por si një grua që dikur ishte vetëm një vajzë e trembur." Pastaj ajo tregoi gjithçka. Jo me turp, por me dhimbje dhe ndershmëri. Si kishte dashuruar, si ishte mashtruar, si kishte lindur 2 vajza që si kishte mundur t'i mbante. Dhe si kishte jetuar gjithë këto vite me boshllëkun e tyre në shpirt. Në fillim, askush s'foli. Lotët I mbuluan sytë e të gjithëve. Vajza e madhe, Elira, ngriti kokën dhe tha me zë të butë: "Mami, nuk mund ta imagjinoj sa ke vuajtur. Por unë s'dua të jetosh më me faj. Ti je nëna ime dhe kjo s'mund të ndryshoj kurrë." Arturi u ngrit, ju afrua dhe I vuri dorën mbi supë. "Duhet kohë që plagët të mbyllen. Por unë dua të përpiqem bashkë me ty." Arlinda shpërtheu në lot. Për herë të parë jo nga frika, por nga lehtësimi. Një pjesë e shpirtit të saj më në fund ishte liruar, por fati si gjithmonë se la të qetë. 2 javë më vonë, një telefonat e papritur ndryshoi gjithçka. Një zë femre në anën tjetër tha ngadalë:
Zonja Arlinda ndoshta nuk më njihni. Unë jam njëra nga binjaket tuaja. Motra ime është shumë sëmur dhe ka nevojë për ju, fjala i mbeti në fyt, gjaku ju ngrir. Pas më shumë se 20 vitesh, vajzat e humbura e kishin gjetur. Në sytë Arlindës, dhimbja dhe shpresa u përzien në një vështrim të vetëm. Ajo e kuptoi se historia e saj nuk kishte përfunduar. Tani duhej të përballej me pasojat më të mëdha të dashurisë, fajit dhe nënësisë. Takimi me të kaluarën treni që lëvizte ngadalë drejt veriut duke sigureqonte Arlindën jo vetëm drejt një qyteti të panjohur, por drejt një bote tjetër. Asaj që kishte lënë pas, por që tani po e thëriste me zë. Çdo stacion që kalonte, çdo fytyrë që shihte në dritare, ja shtonte ankthin. Zemra i rrihte fort, duart i dridheshin dhe sytë se ndaheshin nga fotografia që mbante në çantë. Një foto e vjetër, bardhezi, e saj në moshën 17 vjeçare, me barkun e rumbullakosur, pak ditë para lindjes. Në telefon zëri i vajzës kishte qenë i ngrohtë, por i tronditur. Quhem Angela. Jetoj në Shkodër. Motra ime, Arta, është në spital, ka nevojë për një transplant. Ata kërkojnë nënën biologjike për analizat. Fjalët e saj ishin prerë, të kujdesshme, si të një njeriu që mundohej të mbante emocionin brenda. Arlinda e kishte dëgjuar, pa mundur të nxirrte zë. Tani rruga drejt Shkodrës i dukej si udhëtim në mëkatet e veta. Në stacionin e qytetit e priti një vajzë rreth 22 vjeçe, me flokë të zinj dhe sytë ngjyrë mjalt. Ishte e gjatë, me një ecje të ngjashme me të. Kur u afrua për një çast, Arlindës ju duk sikur po shihte veten e re. Mami, tha vajza dhe fjala u thye në ajër, si diçka që mezi dilte nga shpirti. Arlinda e përqafoi pa fjalë. Lotët që s'kishin dalë prej vitesh shpërthyen me dhunë. Vajza u mbështet në supin e saj, duke qarë në heshtje. Arta është në spitalin rajonal, tha Angela pas pak. Ka probleme me mëlçin. Na thanë se vetëm nëna biologjike mund të ndihmojë për analizat e përputhjes. Ajo e mori për dorë dhe ecën drejt taksis. Rruga deri në spital kaloi mes heshtjes dhe dridhjeve të lehta të duarve. Arlinda ndjente se çdo sekonde afronte me gjysmën tjetër të shpirtit të saj. Atë që e kishte lënë në errësirë. Në dhomën e bardhë, një vajzë zbehtë qëndronte e shtrirë, me tubat e serumit në krah. Kishte fytyrën e butë, buzët si të sajat, por sytë më të thellë, sytë e një njeriu që ka parë shumë dhimbje në pak vite. Kur e pa, ajo buzëqeshi lehtë. E dija që do vije, tha me një zë të butë. Të ndjeja në ëndër çdo natë. Arlinda ju afrua, e mori dorën dhe ul pranë shtratit. Më fal, bi, më fal për çdo ditë që s'kam qenë aty. Më fal për frikën, për heshtjen, për gjithë gabimet e mi. Arta e preku në faqe me dorën e dobët, të kuptoj. Ndoshta jeta na ndau, por unë kur se ndjeva që isha e braktisur. Kisha Angelën dhe tani të kam ty. Kjo më mjafton, fjalët i ranë në shpirt si një shërim. Arlinda ndjeu një paqe që se kishte përjetuar kur. E kuptoi se dashuria e një nëne nuk humbet, vetëm pret momentin e duhur për të rikthyer. Ditët që pasuan ishin të mbushura me analiza, pritje dhe biseda të gjata mes tyre. Arlinda qëndronte çdo natë në spital, pranë vajzave. Tani nuk kishte më nevojë të fshihej, nuk kishte më sekrete. Edhe familja e saj në Tiranë kishte mësuar gjithçka. Vajzat e rritura e kishin telefonuar me zëra të ngrohtë, duke i thënë se ishin me të dhe se do ta prisnin në shtëpi bashkë me motrat e reja. Një mbrëmje, ndërsa nata binte mbi qytet, Arlinda doli në balkonin e spitalit. Angela doli pas saj dhe qëndroi për pak në heshtje. E di mami, tha më në fund. Ke jetuar me faj gjithë këto vite, por tani është koha të jetosh me dashuri. Po, u përgjigja ajo duke parë yjet. Dhe këtë herë dua ta ndaj me ju të gjitha. Pas disa ditësh, analizat treguan se Arlinda ishte e përputhshme për transplantin. Pa hezituar, nënshkroi dokumentet. Mjekët e paralajmëruan për rrezikun, por ajo vetëm buzëqeshi. S'ka rrezik më të madh se të humbësh fëmijën 2 herë. Operacioni zgjati orë të tëra. Në sallën e pritjes, Angela u lut në heshtje, me duart e mbledhura fort. Kur dera u hap dhe mjeku doli, ajo e pa në sy. Të dyja janë jashtë rrezikut, tha ai. Do të marrin kohë për të rikuperuar, por gjithçka shkoi mirë. Angela shpërtheu në lot. Ishte hera e parë që ndjente se kishte një familje të plotë. Ditët e rikuperimit ishin si një fillim i ri. Arta filloi të merrte ngjyrë, ndërsa Arlinda megjithse e lodhur ndjente një lumturi që s'mund të përshkruhej. Një mëngjes, teksa dielli hynte në dhomë, vajzat e saj, Angela dhe Arta, i sollën një buqet me lule të bardha. Për ty, mami, i tha në kor. Për gruan që na dha jetën 2 herë. Arlinda i përqafoi, ndërsa lotët i rridnin pa ndalur. Ishte si një pagëzim i dytë, një lindje shpirtërore.
Në mendje I kaluan vite të tëra të errëta, dhimbja, turpi, frika. Tani çdo gjë kishte marrë kuptim. Pas një muaji Arlinda u kthye në Tiranë, këtë herë jo vetëm. Vajzat e saj binjake u zhvendosën me të, dhe shtëpia u mbush me jetë, me të qeshura, me zëra të rinj. Arturi I priti në derë me krah hapur. Vajzat e vjetra, Elira dhe Bora, I përqafuan si motra. Për herë të parë pas shumë kohësh, shtëpia e tyre tingëllonte si shtëpi. Në mbrëmje të gjithë mblodhen në verandë. Arlinda ndezi një qiri të vogël në tavolinë dhe tha: "Ky dritë është për atë vajzën që lash dikur në errësirë, por që sot është kthyer si grua." Arturi I mbajti dorën. Vajza qeshën, qiriu ndriti mes tyre dhe nata e ngrohtë dukej sikur I mbështillte me bekim. Në fund Arlinda kuptoi diçka që se kishte kuptuar kurrë më parë. Sekreti nuk ishte mallkim, por mësim. Sepse vetëm pasi u përball me të, ajo arriti të kuptojë çfarë është dashuria e vërtetë. Ajo që fal, që pret dhe që s'ka nevojë të fshehet. Në dhomën e saj, përpara se të flinte, shkroi në një fletore të vjetër: "E kaluara s'më zhduku. Më mësoi të dua pa frikë. Dhe nëse një ditë dikush lexon këtë, dua ta di. Një nën mund të gaboj, por dashuria e saj kurrë nuk vdes." Dritarja qëndroi hapur. Era solli aromën e trëndafilave nga kopshti. Dhe për herë të parë pas shumë vitesh, Arlinda mbylli sytë e qetë, sepse më në fund kishte gjetur paqen.